Kurbani është një thënie e cila ka preardhje nga gjuha arabe dhe që ka kuptim në aspektin gjuhësor për afrim. Kurse në aspektin terminologjik shariatik, ka për qëllimin e therrjes së një kafshë së caktuar me dispozita të caktuara në kohë të caktuar dhe mënyrë të drejtë për drejtë dhe vetëm për Zotin fuqiplot dhe me qëllim të vetëm të bërjes së ibadetit. Institucioni kurbanit është për qëllim përkushtimi dhe manifestimi i sakrificës, sinqeritetit, devotshmërisë që bëhet vetëm për hatër dhe hir të Allahut fuqiplot. Andaj, ky institucion, ky obligim është legjësuar në vitin e dytë pas shpërnguljes së pejgamberit a.s. nga Mekja për në Medinën e ndritur, respektivisht po në të njëjtin vit në të cilin është legjësuar edhe sadakatul fitri, ku që të dyja këto dy institucione lidhen ngushtë me dy festa tona. Kurbani lidhen ngushtë me festën e Bajramit, Kurban Bajramit, kurse sadakatul fitri lidhen ngushtë me festën e Fitr Bajramit, që të dyja kanë qëllimin që të parafrojnë ndihmën për shtresat të cilat kanë nevojë, ku e para, kurbani, është për qëllim afrimit dhe plotësimit dhe begatimit të sofrës për fukaranjet, ata që nuk kanë, dhe për fshirjen dhe të afërm familjare që të gëzohen të ndajnë dhurata mes vete, kurse sadakatul fitri është për qëllim që të afroj mundësi materiale për të gjithë ata skamnor të varfër që sofra e tyre në ditën e Bajramit dhe gëzimi në festën e Bajramit ta përjetojnë njësoj sikur ata që kanë të pasurit, po njësoj ta përjetojnë ata që nuk kanë. Andaj, ky legjësim mbështetet në Kur'anin famullar kur Zoti fuqiplot ndër të tjera në kapitullin El Kauthar ka thonë: Bismillahirrahmanirrahim, fasalli li rabbika wanhar. Andaj, fal namaz për Zotin tënd dhe prej kurban. Dhe në të njëjtën kohë pejgamberin Muhamedi sallallahu alaihi wasallam u thoshte shokëve të tij që veprën e parë që ta bëjmë në ditën e Kurban Bajramit është ta falim namazin e Bajramit dhe pastaj të prejmë kurban për Allahun fuqiplot. Dhe pejgamberi Muhamedi alaihi salatu wasalam ka thënë: ai cili ka mundësi të therrë, të prej kurban dhe nuk e bën një gjë të tillë, mos të afrohet vendfaljes sonë së Bajramit. Duke mbështetur në ajetet koranore dhe në thëniet e pejgamberit alayhis salam dhe traditën e tij, dietarët thuajse se ka një ixhma, një unanimitet që therrja e kurbanit është vajib, spaku sipas mëdhëbit shkollës juridike hanefite që përkasin edhe ne. Kushtet të cilat duhet të plotësoj një njeri, një besimtar, për të therrë kurbanin një mësavian. Fillimisht, secili antar i fesë islame e ka obligim nëse ai është i moshërritun, është psikikisht i shëndosh, është sipas rrethonave nuk qëndron dhe nuk është jashtë shtëpisë që bie ta ketë nocionin e udhëtarit, dhe në të njëjtën kohë ta ketë një sasi materiale që posedon së paku në ditët e festës së Bajramit të Kurbanit. Dallon nisabi kur flitet për kurbanin dhe në rrethona kur flitet rreth zakatit, për faktin që për zakatin duhet që nisabi të jetë i plotësuar gjatë një viti hënor, kurse dietarët kanë thënë që nisabi i cili ngarkon me obligueshmërinë e therrjes së kurbanit është vetëm gjatë ditëve të festës së Bajramit. E nisabin kanë thënë është një sasi ari që posedon jashta gjërave esenciale familjare e që është pesha 91 gram ari. Andaj secili besimtar i cili ka këtë shumë të mjeteve dhe ka pjesën tjetër
të gjërave ushqimore esenciale, është i obliguar që ta thërrë një kurban për hatër të Allahut fuqiplot. E koha e thërrjes së kurbanit fillon që nga momenti i faljes së Bajramit në ditën e Kurban Bajramit dhe deri sipas medhebit ton shkollës juridike hanefite deri në ditën e tretë pak para perëndimit të diellit. Andaj ai besimtari i cili pren kurbanin para se të falet namazi i Bajramit, të gjithë dietarët janë unanim që ajo është vetëm një thërrje, prerje e rëndomt, mirë po nuk e arrin qëllimin dhe nuk e kryen obligimin në raport me Allahun fuqiplot. Kur flitet rreth shpërblimit dhe sevapin që fitojnë ata që prejnë kurban për hatër të Zotit fuqiplot, gjejmë mbështetje të fortë tek tradita pejgamberit ton Muhamedit alayhi salatu wassalam. Një shok i tij, një sahabi, e pyet pejgamberin alayhi salam rreth sevapit për prerjen e kurbanit. I dërguari Allahu xhaleshanu ja kthen duke thënë që është traditë e profetit ton, e babës së profetëve Ibrahimit alayhi salam. Ai thot, o i dërguari i Allahut, e çfarë ngjan me një dele apo dash që është i mbushur me lesh? Çfarë sevape kemi në ato rrethana? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thot që për çdo fije do të ketë sevap për atë cili e therr kurbanin. Andaj, duke nisur nga ky parim, dietarët musliman kanë inkuraju të gjithë ata besimtarë të cilët i plotësojnë këto kushte për prerjen e kurbanit që ta bëjnë një veprim të tillë vetëm për hir të Allahut fuqiplot. E sa i përket shpërndarjes së mishit të kurbanit, me siguri që kjo është e ndarë në mënyrë shumë të drejtë, ashtu siç na ka mësuar Zoti xhaleshanu, po dhe praktika e pejgamberit ton Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ai ka sugjeruar dhe dietarët kanë pru këtë rregull, kanë thënë që mishi i kurbanit është i preferuar dhe mirë që të ndahet në 3 pjesë. Një pjesë pronari i thirrjes së kurbanit e ndal për vetveten dhe familjen e tij. Pjesën e dytë e ndan me familjarët rrethën që rrethon. Dhe pjesën e tretë u ndan sa më shumë të varfërve dhe skamnore në mënyrë që tureza dhe sofra aty në të jetë e begatuar, po ashtu me mirësitë dhe begatitë e Allahut fuqiplot. Prerja e kurbanit është një farë forme dhe test i devotshmërisë dhe dashurisë sonë në raport me Zotin fuqiplot. Nëse kthehemi pak në historikun e kurbanit, e gjejmë në atë nivel të dërguarin Allahut fuqiplot Ibrahimin alayhi salam, mikun e Allahut, të cilit Zoti fuqiplot i kishte dhënë një djalë në moshën e shtyrë. Dhe në momentet kur nevoja e Ibrahimit a.s. ishte shumë e madhe për mbështetjen që gjente tek evladi i tij, tek Ismaili, Zoti fuqiplot e urdhëroi që ta prej të birin e tij. Ishte një test shumë i madh, mbi të cilin duhej që ta vendoste thikën në fytyn e të birit të tij Ismailit në një farë forme loçkës së zemrës së tij. Dhe Ibrahim e bëri atë gjë. Po një të njëjtën kohë edhe Ismaili shpreh gatishmërinë si shembull i papar më herët. Por Allahu fuqiplot dëshironte që ta testonte sinqeritetin, devotshmërinë dhe dashurinë që kishte Ibrahimi a.s. në raport me Allahun fuqiplot, ku asgjë nuk e kishte vlerën sa dashuria ndaj Allahut fuqiplot. Andaj edhe ne sot jemi të thirrur që një gjë të tillë ta praktikojmë edhe sot, ta shprehemi dashurinë tonë për faktin që Zoti fuqiplot nuk ka nevojë për prerjen e kurbaneve, nuk ka nevojë për kryerjen e riteve fetare, por Zoti xhaleshanu dëshiron që të na teston dashurinë që kemi në raport me të dhe gatishmërinë tonë në sakrifisë në raport me Allahun fuqiplot. Andaj Allahu thot në një ajet kuranor:
لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. Tek Zoti nuk mrin as gjaku dhe as mishi i tyre i kurbanëve, por te Allahu mrin vetëm devotshmëria juaj. Andaj të respektuar vëllezër dhe ju motra, mundohemi që prerjen e kurbanit ta bëjmë vetëm për hatër të Allahu xhaleshanu, të nxjerrim mësimet më të mira prej këtij institucionit, prej kurbanit, në mënyrë që jemi sa më afër Allahut dhe të shprehemi dashurinë tonë me të dhe respektin e solidaritetin me rrethin që na rrethon. E një gjë të tillë më së miri sot tek sa ditë është ta praktikojna nëpërmjet institucionit tonë fetar, që është Bashkia Islame, e cila këtë vepër e kryen me shumë përgjegjësi dhe kompetencë, duke përcjellur emanetin e secilit besimtar me therrjen e Kurban Bayramit. Lut Zotin që çdo vepër të mirë që bëjmë të jetë vetëm për Allahun fuqiplot dhe të jetë e pranuar tek Ai dhe shumëfishuar në shpërblimet tek Allahu fuqiplot në ditën e llogaridhënies.